Gjesti dhe Egli, gati të shpërthejnë me këngën e parë si çift. Gjesti dhe Egli Tako, përveç lidhjes së tyre emocionale që tërhoqi shumë vëmendje në Big Brother VIP Albania 4. Duket se janë duke ndërtuar një bashkëpunim që mund të ndikojë ndjeshëm në skenën muzikore shqiptare. Jo vetëm për shkak të popularitetit të tyre, por edhe për kontrastin interesant të stileve. Gjesti, ndonëse ende i ri në muzikë, ka treguar prirje drejt hip-hopit modern, duke reflektuar një stil urban, të drejtë për drejtë dhe shpeshherë emocional. Ai ka shfaqur talent jo vetëm si personazh televiziv, por edhe si artist me potencial për tregun më të gjerë muzikor. Egli Tako, nga ana tjetër, ka më shumë përvojë në muzikë dhe është njohur për vokalin e saj të fuqishëm dhe stilin më melodik, shpesh në zhanrin pop dhe balad. Ajo vjen nga një sfond ku interpretimi dhe emocionet janë në qendër të krijimtarisë së saj, gjë që e bën perfekte për bashkëpunime që kërkojnë ndjeshmëri dhe thellësi vokale. Nëse ky bashkëpunim realizohet, do të jetë një përzierje mes energjisë urbane të Gjestit dhe finesës vokale të Eglit, një formulë që shpesh funksionon shumë mirë në tregun muzikor modern. Të dy kanë diçka për të provuar. Gjesti si artist i ri dhe Egli si një këngëtare që kërkon një rilindje të karrierës pas ekspozimit të madh në Big Brother VIP.